Nderuar qytetarë që na ndiqni. Sot nuk jam para jush me opinione, por vi me fakte. Me prova që shpjegojnë se pse prej 30 ditësh mijëra shqiptar protestojnë çdo mbrëmje në bulevard. Prova që shpjegojnë pse ne kërkuam një mocion me debat në këtë kuvend dhe pse mazhoranca zgjodhi që ta refuzojë. Dhe ironia e parë dhe më e rënda në fakt është që shumicën e këtyre provave nuk i ka mbledhur opozita. I kanë shkruar me dorën e tyre njerëzit që kanë qenë më pranë Edi Ramës. Prandaj sot nuk do të flas me fjalët e mia, por do të flas me faktet e tyre. Prova numër 1. Përse protestojnë shqiptarët? Prej 30 ditësh qytetarët shqiptar janë në shesh. Ata nuk protestojnë për një parti, për një slogan apo për një aferë vetëm korruptive. Ata protestojnë kundër një modeli që e ka kthyer shtetin shqiptar në pronë private. Një model ku ligjet ndryshohen sipas porosisë së vet klientit, ku zonat e mbrojtura shihen si mundësi biznesi, ku trashëgimia kulturore trajtohet si një pengesë për betonin dhe ku investimet strategjike janë kthyer në privilegje strategjike, të shpërndara me dorë jashtë çdo procedure ligjore. Pikërisht për këtë kërkuam një debat parlamentar, sepse ky kuvend nuk mund sillet sikur jashtë këtyre mureve nuk po ndodh asgjë. Ju e refuzuat debatin, por nuk mund të refuzoni realitetin. Ironia shkon edhe më tej. Ju ja dolet që shqetësimet e shqiptarëve diskutohen në Parlamentin Evropian, ndërsa këtu në Parlamentin që i përfaqëson ata nuk lejoni as edhe një fjalë. Më 17 qershor, vetëm 2 javë më parë, Parlamenti Evropian miratoi rezolutën mbi raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin e kaluar, ku kërkoi shprehimisht shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin e vitit 2024 për zonat e mbrojtura. Ndërkohë këtu në këtë sallë heshtje, madje 12 deputetët që propozuan këto amendamente, Fadil Nasufi, Florence Pao, Arken Balla, Edona Bilali, Bujar Çela, Anduel Tahiraj, Shpresa Marnoj, Mirela Pitushi, Deniz Deliu, Klodiana Spaiu, Ensemblera Zake dhe Eduard Ndreca, ende nuk kanë dhënë sot as edhe një shpjegim, as një reflektim për propozimet që i hapën rrugën shkatrimit mjedisor të vendit në çdo skaj të tij. Prova numër 2. The Albanian Files. Në mes të kësaj proteste doli ky libër fantastik. E dua ta them qartë që në fillim. Ky libër në fakt nuk është problemi, por ky është prova. Mjafton të jetosh në Shqipëri çdo ditë për ditur gjithçka që faktohet në këtë libër. Smoking gun, do thonin amerikanët, që këta i kanë shumë qejf kohët e fundit. Sepse për 13 vite me radhë, një rreth shqiptar arkitektësh ndërkombëtar i kanë dhënë këtij modeli atë që parat nuk mundën ta blinin dot, pse u do prestigjin. Çdo kull e re, çdo render, çdo projekt 3D ka shërbyer si një perde për të penguar pyetjen e thjeshtë se nga vijnë këto para. Kush fshihet pas tyre dhe kush në fund do të jetojë me të vërtetë në këto ndërtesa. Dhe ja sot, vetë ata e kanë mbledhur këtë dëshmi në këto 750 faqe që në fakt janë akt akuza e drejt për kryeministrin e Shqipërisë. Ky nuk është një libër i opozitës, nuk është një pamflet politik, është libri i njerëzve që kanë projektuar Shqipërinë e Edi Ramës si çiftligun e tij privat. Arkitekt, konsulent, studio ndërkombëtare, njerëzit që kanë qenë në zemër të projekteve më të mëdha të këtij vendi. Dhe pikërisht këtu qëndron dhe pesha e tij. Flet vetë rrethi që kryeministri ka zgjedhur për të ndërtuar planin e tij mbi çdo pëllëmb të këtij vendi. Vini re një detaj që rrëfen gjithçka. Në këtë libër, plot 750 faqe, mbi të ardhmen e vendit ton, nuk gjendet pothuajse as edhe një arkitekt shqiptar. Vendi shfaqet jo si një adheme qytetar, por si një tokë e lirë, një terra incognita, ku thuaj zbresin nga avioni për zbuluar një natyrë të paprekur dhe vendas të bindur dhe të nënshtruar. Prova numër 3 që gjendet në këtë libër, si merren vendimet me vetëm një telefonat. Po të lexoni në faqen 337 në studion Elemental, një arkitekt i madh me famë botërore rrëfen se teksa ndodhej në Santiago të Kilit, mori një mesazh. Mesazhi në fakt i vinte nga Benedetta Tagliabue, i cila i shkroi duke e pyetur nëse ishte dakord që numri t'i jepej kryeministrit të Shqipërisë, numri personal i këtij arkitekti. I thash sigurisht. 5 minuta më vonë më kontaktoi vetë kryeministri dhe më pyeti nëse mund të vija në Tiranë.
për të diskutuar një projekt. Kështu, në ditët e fundit të muajit maj, kalova rreth 24 orë në Shqipëri, e që atere jam kthyer plot 4 herë të tjera. Dhe sot, dashur miq, mund zemër Tiranës, mund zemër të kryeqytetit, në fakt po zhvillohet ky projekt, që e ka zanafillën në atë telefonat, dhe ky nuk është një rast i izoluar. Ky projekt 10 milion euro ngjan me të gjitha rastet e tjera që janë të plota në këtë libër. Njëri rrëfen se kryeministri i shkroi në Instagram. Tjetri mori një telefonat mesnat sepse Edi i dashur donte t'i fliste. Modeli është gjithmonë i njëjtë dhe arkitektët në fakt e pranojnë vetë. Pa droj, madje flasin me mirënjohje. Flasin për një lider vizionar, për një kryeministër të përfshirë emocionalisht, për fleksibilitetin e rregullave si një virtyt, dhe njëri prej tyre thot troq se në Shqipëri gjërat nga ky moment duhet fillojnë dhe të merren vendimarrje nga lart poshtë. Dëgjojeni mirë këtë gjuhë, sepse aty në fakt është i gjithë problemi. Kjo është gjuha e dikujt që e do pushtetin pa kufi, sepse kufiri, ligji, gara, konsultimi, transparenca dhe vota për të është pengesë. Kam një pyetje për ju dhe për prokurorët e SPAK-ut. A ndërtohet kështu një kryeqytet evropian? Me një telefonat vetme, me një takim 24 orësh, pa debat publik, pa transparencën më të vogël dhe pa konkurrencë të hapur? Sepse problemi në fakt nuk është që kryeministri flet me arkitektët. Problemi është që vendimi mbi pasuritë publike të Republikës Shqipërisë lind nga marrëdhënia personale me kryeministrin dhe jo nga institucionet e Republikës Shqipërisë. Edi Rama e ka kthyer Shqipërinë në vendin ku telefoni zëvendëson ligjin, ku dëshira zëvendëson planifikimin, ku qytetarët mësojnë për një projekt vetëm kur vinçat janë futur në punë. Ky nuk është një standard evropian. Ky është një pushtet personal i kthyer në grabitje. Prova numër 4, letra që nuk do duhej botuar kurrën e kurrës. Në këtë libër gjendet dhe një letër e arkitektit holandez të njohur Reiner de Graaf, drejtuar kryeministrit të Republikës Shqipërisë. Ironike, kjo në fakt, edhe po e them sinqerisht, kur e lexova nuk u ndjeva i fyer si opozitar, por u ndjeva i fyer si qytetar i Republikës Shqipërisë. Sepse në këtë letër, ky zotria i lutet kryeministrit që zgjedhjet e radhës të mos mbahen më kurrë. Shkon edhe më tej, ky shpreson që Shqipëria të mos ketë më kurrë zgjedhje dhe që Edi Rama pas mandatit 5 të vazhdojë si president i përjetshëm, madje pse jo, kurorzohet mbret. Këtë e quan një sakrificë të jashtëzakonshme me rëndësi të veçantë për mikun e tij Edi Ramën. A do të guxonte ky sharlatan t'i thonte këto gjëra dhe këto këshilla për bashkëqytetarët e tij në shtetin e Holandës, apo në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian? Sigurisht që jo, dhe as nuk do t'i shkonte ndërmend. Ndaj e udhës do t'ishte që ne së bashku të ngrem një komision hetimor për të shqyrtuar të gjitha procedurat se si arkitekt të tillë kanë përfituar miliona euro projekte në vendin më të varfër të Europës dhe se çfarë lobimi u është kërkuar në këmbim. Por problemi nuk është letra. Problemi është se ajo letër u përzgjodh, u kurua, u botua dhe u bë pjesë e librit nga vetë personalisht Edi Rama, pas një distancim, pas një reagim. Ne jemi një popull që për 45 vite ka jetuar pas zgjedhje. Ne nuk e kemi luksin të luajmë me kujtesën tonë, e aq më pak me standardin e zgjedhjeve të lira. Të njëjtat zgjedhje që siç u tha dhe në Parlamentin Evropian nga eurodeputeti Andreas Schieder, pamundësojnë rotacionin politik në Shqipëri për shkak të lidhjeve të pushtetit me krimin e organizuar dhe me blerjen e votës. Prova numër 5, nga arkitekt në patronazhist. Lexonim tej kontributin fantastik të studios Bolls and Wilson. Këtu tani do të gjeni, përveç se arkitekturës, do të gjeni politik, do të gjeni sulme ndaj opozitës, do të gjeni manipulim të historisë sonë politike. Gjeni me një fjalë militantizëm politik, fenomeni pahasur deri më sot për asnjë studio botërore arkitekture. Kjo studio që ka bërë çfarë ka dashur me qytetin e Korçës, e quan Partinë Demokratike, forcën politike ish komuniste të vendit. Pra, partia që rrëzoi komunizmin në Shqipëri quhet Partia ish komuniste dhe partia që në qershor të vitit 1991 thjesht ndroi emrin nga Partia e Punës në Parti Socialiste, quhet një forcë progresiste dhe moderne. Historia përmbyset dhe përmbyset nga njerëz që paguhen me para publike të shkoqur me paratë e qytetarëve shqiptar. Pyetja lind vetvetiu, çfarë shtyn një studio ndërkombëtar arkitekture të flasë si patronazhist dhe të manipulojë historinë? Pse njerëzit që përfitojnë projekte publike ndihen të detyruar të mbrojnë
Përfundoni fjalinë, ju lutem. Sekonda, ju lutem. A është kjo një rasti apo kultura që prodhon klientelizmi dhe korrupsioni? Prova e gjashtë edhe Europa po thotë të njëjtat gjëra. Ndërsa qytetarët shqiptar protestojnë në Tiranë, Parlamenti Evropian ngres saktësisht të njëjtat shqetësime. Kritik për ligjin e investimeve strategjike, kritik për ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, shqetësim për Vjosnartën, kërkesë për transparencë, për konsultim publik, për respektim të standardeve europiane. Pra qytetarët që janë në shesh, në fakt nuk janë kundër Europës. Ata sot po kërkojnë Europën. Po kërkojnë pikërisht ato standarde që kjo qeveri po i shkallmon gur pas guri, plazh pas plazhi dhe mal pas mali. Nderuar qytetarë shqiptar, ky libër nga tashe tutje, më mirë kjo dosje, zgjedhje profetike ajo që kanë bërë në fakt duke e quajtur dosje, nuk është personazhi kryesor i kësaj historie. Personazh kryesor janë qindra mijë shqiptarët që për 30 ditë dalin çdo mbrëmje në bulevard. E ashtu siç u tha mbrëm edhe nga disa eurodeputet pranishëm shesh, janë bërë shembull frymëzimi edhe për vendet më të zhvilluara perëndimore. Ata nuk Faleminderit, koha ka mbaruar. Ju lutem. Zoti Balla, ka mbaruar. Më tha 30 sekonda, kaluan 60 sekonda.